Amnistia, filmi I parë me metrazh të gjatë I ka sjellë fat jo vetëm regjisorit Bujar Alimani, por edhe historisë së kinematografisë shqiptare. Ai është filmi I parë shqiptar që konkuron në Berlin, një nga 3 festivalet më të rëndësishme të Europës përveç Kanës dhe Venecias. Mami, ku do të jetë babi? Ka isë muris. I xhiruar në kohë rekord, në vetëm 3 muaj, filmi do të shfaqë premierën botërore në seksionin International Forum të festivalit ndërkombëtar në Berlin në edicionin e 61 të tij, që mbahet nga datat 10 deri në 20 shkurt 2011. Në seksionin Berlinale Forum përzgjidhen produksione eksperimentale, si dhe zbulohen krijimet e regjisorëve debutant. Regjisori I ardhur nga Athina flet për filmin tashmë të përfunduar. Filmi ka një pa moralshmëri. Megjithatë filmi është shumë njerëzor, është human. Filmi është parë në këtë koncept, por është një film me kërkesën e njerëzve për të jetuar, për të dashuruar, për të fluturuar me çdo taks, qoftë edhe jetën. Filmi është financuar nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë. Drejtuesit e saj e konsiderojnë një sukses dhe një hap të rëndësishëm për kinematografinë shqiptare. Konkurimi në Berlinale, drejtuesit e saj e konsiderojnë një sukses dhe një hap të rëndësishëm për kinematografinë shqiptare. Jo vetëm për filmin që është në rrugë shumë mbar dhe për regjisorin vetë, edhe për aktorët, por edhe për vetë Qendrën Kombëtare Kinematografike, kjo shënon një hapje të një rruge vërtet të mirë. Amnistia është historia e një burri dhe një gruaje që krijojnë lidhje jashtëmartësore, ndërsa 2 bashkëshortët e tyre të dënuar presin të marrin amnistin. Janë karaktere që përpiqen të krijojnë planetin e tyre me dashuri, erotik, konflikte dhe dhimbje. Sonte do të flem këtu. Këtë krevat kam dhe se kam llogaritur për njëri tjetër. Në film interpretojnë Luli Bitri, Karafil Shena, Todi Lupi, Mirela Naska, Omer Hamitaj, Oresa Rapa e të tjerë. Në pranverë 2010, filmi mori mbështetjen nga Euro Images, I cili financoi 120.000 euro, si I pari projekti mbështetur nga Fondi I Këshillit të Europës për kinematografinë europiane. Në qershor, filmi u shpall fitues në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë.